Sërish bashkë, kemi thyrë në pjesën e tretë të emisionit për të vazhduar më tej bisedën me doktorin që kemi sot në studio. Doktor, nëse kemi bërë një ndërhyrje të tillë, po them të një organi të caktuar, pas 1, 2 apo më shumë vitesh, kemi nevojë sërish të bëjmë një ndërhyrje të një organi tjetër. Mund ta bëjmë sërish, mund të bëjmë 2 apo më shumë ndërhyrje kirurgjikale me laparoskopi? Një nga përparësitë teknike të kësaj kirurgjie është pikërisht kjo, sepse organet ngjiten shumë më pak mes vete. Dhe e dyta, edhe kur ka ngjitje të organeve, me anë të kësaj teknike sërish mund të lirohen organet nga ngjitjet dhe të procedohet me operacionin e paraparë. Do të thotë, nëse kem një kirurgji të hapur, kem një cikatris 10-15 cm, e gjithë cikatrisa është e ngjitur për zorre. Ndërsa këtu, edhe nëse kem një ngjitje, kem një ngjitje 1 cm-she, e cila me një prerje të vogël me gërshër, mund të tejkalohet dhe mund të realizohet operacioni i paraparë për rastin e dytë e kemi fjalën. Pasin dhe problemi. Në pjesën e parë të bisedës në folëm për kirurgët që mund të kryejnë këtë lloj ndërhyrje. Pra jo gjithkush mund të kryejë ndërhyrje laparoskopike. Po, çfarë ndodh, doktor? Këtu tani, a ka qendrat posaçme që merren me trajnimin apo formimin e kirurgëve të aftë për të bërë ndërhyrje të tilla? Për fatkeq jo, se përveç që duhet të ekzistojnë qendrat e formimit, duhet të ekzistojnë edhe qendrat ku kirurgët që bëjnë këtë tip të kirurgjisë të kenë ushtrime të vazhdueshme. Nga se është një kirurgji shumë delikate dhe nuk kemi të drejtë bëjmë një pauzë 2-3 muajore dhe pastaj të bëjmë përsëri këtë kirurgji, se janë gjeste teknike të kontrolluara në një hapësirë të caktuara, kur dora e kirurgut duhet jetë gjithmonë e familiarizuar për mos pas probleme. Në pjesën dërmuese të rasteve, kirurgët dalin nga Shqipëria, shkojnë në qendrat e evropiane për formim, por sërish edhe kjo nuk mjafton, nga se formimi nuk mund bëhet për disa muaj, për disa vite, nëse flasim për kirurgjinë e mirëfillt laparoskopike, jo vetëm për kolecistektomin, por që në Shqipëri është një nivoj urgjente të jetë një qendër e tillë publike ose private, ku them të drejtën në Francë edhe në Evropë tani është edhe obligueshme. Nuk mund të jeni kirurg laparoskopist nëse nuk keni bërë kaq orë ushtrime, ose nuk e keni kry kursin e Strasburgut, ose nuk jeni në një ekip të licencuar i cili bën formimin e kuadrit. Do me thonë, për fatkeq në Shqipëri dhe në Kosovë nuk ekzistojnë qendra të tilla. Edhe pse nuk është e vështirë fare, sepse ushtrimet mund të bëhen me organet e kafshëve, por që të jetë një ekip i ekspertësh që këto përvojat ti aplikoj pastaj edhe në sallën e operacionit me pacientin. Po mjekët shqiptar ku formohen jashtë? Ju personalisht ku? Unë jam formuar në Gjenevë, 22 vite kam qenë atje, do thotë pjesën aktive në spital dhe gjithmonë në qendrën e ushtrimeve laparoskopi. Dhe nëse bëni krahasimin e eksperiencës suaj atje me Shqipërinë sot, Unë e përmenda një element fillim, në Shqipëri laparoskopi do të thotë kolecistektomi. Vetëm një operacion, ndërsa laparoskopi do të thotë realizimi të gjitha operacioneve, ndërhyrjeve në abdomen me anë të sondës. Dhe dallimi është këtu pastaj. E kuptoj. Doktor, edhe në vendin tonë, sikurse edhe në të gjithë botën, duket që teknologjia është e pamundur të mos avancojë dhe të mos futet në çdo pjesë apo në çdo element tjetër. Që do të thotë dhe ju në mjekësi e ndjeni fare mirë këtë gjë. Mjekësia robotike, do doja të ndalonim pak këtu. Ju e njihni nga afër këtë lloj ndërhyrje që ne po flisim deri tani, ata që e dëgjojnë për herë të parë sigurisht që çuditen e shohin pak me skepticizëm, ndoshta edhe mund ta paragjykojnë se si një mjek mund ta kryejë ndërhyrjen pa e parë gjën përpara, nëpërmjet një operacioni, një ekrani të ftohtë, nëpërmjet një kompjuteri pra. Ndërkohë çfarë ndodh? Si po avancon mjekësia sot dhe sa e pranishme është kjo mjekësia robotike në botë dhe nuk e di nëse në Shqipëri pastaj përveç këtyre që ne përmendëm ka të tjera forma që kanë ardhur me kohën. Për shikuesit sigurisht e din, por ju jap një informat që para disa viteve është realizuar operacioni i parë në me anë të kësaj kirurgjie robotike, kur pacienti ka qenë në New York e kirurgu në Strasburg.
Vërtet. E gjithë kjo nëpërmes 4 fijeve të internetit dhe një roboti i cili është shumë i ndëgjueshëm dhe e ndëgjon në përpikmi kirurgun. Do thotë, cili është qëllimi që po e përmend këtë shembull, sepse derisa në fillim është bërë një luftë aq e madhe të aplikohet kirurgjia laparoskopike. Kirurgjia laparoskopike na ka mësuar shumë gjëra dhe ka eliminuar shumë operacione të cilat fare nuk bëhen sot, sepse edhe ne kemi nevojë të ecim me kohën dhe me teknologjinë. Pa diskutim. Ka kaluar nga kirurgjia laparoskopike ose mini-invazive në kirurgjinë mini-invazive, po gjysmë robotike, të famshmit robot Ezopi, i cili ishte krah robotik dhe ndëgjonte vetëm zërin e kirurgut. Fute kamerën, ktheje kamerën, tani është kalu në sistemin Da Vinci, është roboti më i përsosur në kirurgji, i cili është një lojë fëmijësh, nga se çdo gjë është nën kontrollin e gishtrinëve të kirurgut, i cili jo domosdoshmërisht është afër pacientit, mund të jetë në distancë, ju thash Strasburg, New York, ose nuk ka nevojë për streset posaçme të larjes, se çdo gjë bëhet nga distanca, çdo gjë bëhet nëpërmes të kompjuterit dhe me një qasje aq të përpikt, me një qasje 3-dimensionale. Saqë nëse nuk e teproj, kirurgët që bëjnë kirurgji robotike thonë si është e mundur që kemi qenë kaq keq me kirurgjinë laparoskopike. Vërtet. Sepse tani organi, qepja, gjilpara shihet në 3 dimensione. Nga të gjitha krahët. Dhe gjithë kjo është e mbarur vetëm nga kirurgu. Çdo lëvizje është e kontrolluar. Ju e largoni kokën nga roboti, çdo gjë bllokohet. Në asnjë instrument nuk lëviz mon abdomen. Kirurgu fut kokën afër ekranit, çdo gjë shbllokohet, siç thoni ju. Dhe fillon teknika operatore me një rezultat aq të lartë, saqë tani kemi bën në Gjenevë 113 operacione të obezitetit me 0 komplikacione. Vërtet. Obeziteti Doktor, ju e keni prekur nga afër këtë lloj mjekësie që ne po flasim, apo jo? E keni nga eksperienca? E kam nga eksperienca dhe jam shumë i impresionuar, jam adept i kësaj teknike dhe mendoj se secili për aq sa i lehtëson dhe i mundson vendi duhet të aplikoj këtë teknikë. Duket shumë e çuditshme se si sot mjeku kirurg po më duket rolin e magjistarit. Që kërcet gishtat dhe roboti fillon edhe kryen ndërhyrjet. Është shumë e vërtetë kjo që disa gjëra për ata që kanë risk, po më fal, mund ta mbaroni pyetjen. Ata që nuk janë të kyçur drejt për drejt, ju duket edhe pa besueshme. Të jetë kirurgu për shembull në Strasburg e pacienti në New York, por të realizohet operacioni me një siguri 100%. Sepse nuk është më shkencore nëse rrezikohet jeta. Por çdo gjë ka qenë nëpërmes të vijave të internetit. Doja të pyesja për riskun, sepse ta mendosh, aparaturat janë aparatura, kompjuteri është kompjuter, që do të thotë edhe gabon, edhe fiket, edhe ikën interneti, do të thonë këto elementet që mund të duken për ju fare të parëndësishme, po për një amator, okej. E bëjmë darjen atë. Në Shqipëri mund ndodhin këto gjëra, por në 22 vite asnjëherë nuk ka ikë korrenti në Zvicër, nuk e di se çfarë do të thotë. Megjithëse kjo gjë mund t'i ndodhë një mjeku, mund t'i bie tensioni dhe ja mbeti operacioni në mes. Këto janë gjëra, prandaj ta thash, po i ra tensioni, çdo gjë është e lidhur nga shikimi i kirurgut. Në momentin kur kirurgu e largon pamjen nga fusha operatore, çdo gjë bllokohet. Vjen tjetri kirurg. Pacienti është i sigurt. Ose për shembull, ndodh kjo dhimbje të barkut, ke një kollitje, por nuk mund të rrezikosh pacientin. Largohesh nga fusha operatore, kollitesh, kthehesh, je i qetë. As nuk ke nevojë me qenë steril, as i larg, se je i jashtë larg pacientit. Je larg. Do thotë siguria e pacientit veç sa është rrit më shumë. Pacienti ndërkohë me kë është aty? Pacienti është me robotin. Vetëm me robotin. Po. Shumë interesante. Kjo është kirurgjia. Kjo kirurgjia robotike pastaj ka hap një portë të re. Në aspektin e neurokirurgjisë ka mundësu që pamjet tumorale, skanografike, të
prezentuara nga rezonanca, të kyqen drejt për drejt në robot, dhe roboti e bën prerjen me një precizion aq të lartë, sa që është e pamundur dora e kirurgut me bë vetvetive. Dhe e dyta, kjo kirurgji aplikohet edhe në kirurgjinë luftarake, mund të realizohet në fushën e betejës, me helikopter të posaçëm, ku është e instaluar salla e operacionit robotike, ku roboti i jep pamjet direkte nga fushë beteja në sallën e operacionit ku janë ekspertët dhe realizohet shpëtimi i jetës i pacientit aty për aty. Duhet fiksohet një kockë e thyer, roboti e bën aty për aty. Duhet ndërpritet zgjedhja aty për aty, pacienti evakuohet me helikopter dhe përsëri është në duhet të sigurt. Do me thënë, po kuptoj që sot puna e mjekëve është një konkurrencë shumë të madhe nga robotët. Që gjithnjë më pak mjek do të kemi të pranishëm në përsalla ku kryen operacione, sepse roli do të kryhet në mënyrë fare precize nga robotët. Kjo është shumë e vërtetë dhe ekziston edhe një lloj paniku në mesin e kirurgëve, posaçërisht e kirurgët që janë formuar më herët, që nuk janë futur në këtë lojë ende, që nëse pacienti kërkon kirurgji robotike, edhe pse je kirurg me emën, me famë, përsëri nuk do të jesh më me famë, por kjo na pret edhe neve një ditë pas 10 viteve, kur të vinë zbulimet e reja të kirurgjisë dhe do të na hedhin nga loja, kështu si kemi hedhur nga të tjerët. Shpresoj shumë që mos krijohet një robot prezantues, sepse i bie që ne pak nga pak të gjithë do mbetemi pa punë. Doktor, jemi në fund fare, pak nga pak po shkojmë drejt fundit në fakt. Unë doja, meqense me mjekët përgjithsisht ne jemi mësuar të paktën për studio televizive që jo vetëm të japin informacione, po të japin disa këshilla, sepse siç thoni edhe ju her pas here, e mira është të parandalohet dhe pastaj të kurohet etj. Kështu që unë doja që në formën e një mesazhi, qoftë edhe për audiencën tonë, të japim disa këshilla paraprake, përpara se ne të kemi probleme, çfarë duhet të kemi kujdes, qoftë në stilin tonë të jetesës, qoftë se në mënyrën se si ne trajtojmë, respektojmë veten, trupin, shëndetin tonë. Është një lloj diskrepance shumë e shprehur tani në Shqipëri, edhe në Kosovë, se disa rregulla të kirurgjisë nuk mund të aplikohen. Mendoj që këshilla më e thjeshtë që mund t'ju jap pacientëve është kjo, që në rastet e smundjeve ose që rregullimeve shëndetësore, çfarë do qofshin ato, të mos humbasin kohë. Se çdo gjë, qoftë edhe kirurgjia laparoskopike ose robotike, mund të realizohet më mirë nëse realizohet në kushte të mira dhe me kohë. Sepse një apendicit është kirurgjia më e shpeshtë që bëhet, po nëse një apendicit perforon në hapësirën e abdomenit dhe mund të ketë komplikime, mund të jetë fatale edhe për pacientin. Dhe mos të harrojmë se ka vdekshmëri edhe nga apendiciti. Edhe nga apendiciti? Po, ka vdekshmëri. Në rasti kur neglizhohet dhe nuk shkohet në kohën e duhur? Ose si që ndëgjojmë disa herë, doktor tani është më mirë, ka marrë ilaçe, ka shku në shtëpi, ka përshtypjen që është më mirë sepse ka marrë ilaçe për dhimbje, po kur pëlqet është vonë. Prandaj këshilla ime është kjo, më mirë është të shkohet te mjeku pa arsye, por me kohë, se sa kur të bëhat vonë, apo si që quajmë ne, kur bëhet për kirurgjitë e ngrohtë dhe rezultatet nuk janë më të njëjta. Edhe pse aplikon standardet bashkëkohore të kirurgjisë, rezultati nuk mund të jetë i pritshëm njësoj. Sigurisht, momentin që ndërhyet sepse është e nevojshme, po sigurisht e mira është që ndërhyet për t'i shpëtuar jetën, por nuk po flasim më për aspektin estetik, për aspektin e dhimbjes, qëndrimit në spital, po ndërhyet për t'i shpëtuar jetën. Doktor, në fund fare, për mbyllur dhe këtë bisedë sot, do të themi? Të themi që besoj që kjo kirurgji do të realizohet sikurse gjithku në Evropë dhe mos të ketë dilema nga ana e pacientëve, sepse këto rekomandime janë të nxjerrura nga ekspertët që kanë përvojë dhe që ne duhet t'i përcjellim me një lloj xhelozie të caktuar dhe mos t'i ndryshojmë secili sipas qefeve të vet. Më vjen mirë që e mbyllëm me këtë mesazh. Unë ju falenderoj shumë për pranimin tuaj në këtë studio sot dhe për këtë bisedë vërtet jo vetëm informuese, por edhe shumë interesante që ndam së bashku, që jo me çdo kirurg do ta kisha bërë jam e bindur për këtë. Faleminderit dhe shumë punë të mbarë, suksese në gjithçka që do mund të realizoni së bashku me stafin e Spitalit Friglia që ndodhet këtu në Tiranë, aty ku mund gjeni doktor Rymerin dhe një staf tjetër shumë profesionist dhe mund të realizohen një pjesë e mirë e këtyre ndërhyrjeve që tashmë gjenden me aparaturat më të mira naturisht në Shqipëri dhe në Tiranë.
Kalofshi bukur mbrëmjen dhe pas dita në vazhdim, nesër do shihemi sërish bashkë në ora 5. Jo nesër, të hënën në fakt. Mirupafshim. Faleminderit.